Po zoti Prota ka qenë ai i cili ka thonë unë do jem ushtari i Partisë Socialiste. Është një fakt konkret. Edhe ai bëri ushtari në Partisë Socialiste sepse ka duar ta ketë këtë. Tani ai duket, nuk ka të imagjinosh. Një person i cili nuk është kryepolici i shtetit, por është kryepolici i partisë, duket qartazi në mënyrën se si kanë hedhur gaz kundër opozitarëve, sikur opozitarët që kanë e keq aktiventit dhe këta të cilët që kanë kapur në kushtet e flagrancës, punojësit e tyre të dyshuar për veprimtari kriminale. Imagjino tani kush duhet të jetë kapur në kushtet më të rënda dhe duhet të ishte kapur në keq trajtim. Avokat, ju e keni se gazi ishte i skaduar apo pse hollën gazin? Gazi hollën edhe të skaduar, po edhe më shumë se sa duhet. Në rast se ti shkon bën një veprim të tillë, që nuk është dhe nuk duhet të jetë një veprim i cili tregon qartësi që e militant, mirë, nuk do të pyesësh a jetojnë banorë në pallate apo jo, apo kanë lidhje banorët me protestën, nuk do të pyesësh a në pallate ka një person të smur i cili kur do të ketë të atakohet me erën atit gazit, jo më me gazin, a kupton? Do t'i gjeneroj diçka tjetër në organizmin e tjetër, pra nuk pyeti për protestën e parë që bërën, që hollën gaz pa mas, u futën edhe në xhami, edhe pastaj doli Partia Socialiste tha, ata të cilët erën në 44 dhe prishën çdo lloj besimi fetar, ata erdhën që bërën prishje më të madhe të pronës private, flasin ata për të mbrojtjen e pronës private dhe flasin ata për fen. Avokat prapë dhe flasin ata. Është të mëshme vetëm ta konceptosh që komunistët flasin për të mbrojtur tani fen. A kupton tani? Kur ata erdhën e masakruan fen, të gjithë ato që ne themi vlerat e njerëzore erdhën komunistat e masakruan këtë vend. Me pronën dhe fen. Dy gjëra që kanë bërë krime më të mëdha komunistët janë këte. Dhe këte nuk mund ta thënë sot ne komunistat, që shiko, ne po mbrojmë sot, po mbrojmë se gjetëm ne tani të mbrojmë, e kupton se na erdhi veza aty ku nuk mba, se prishëm marrëveshje me njëri tjetrin dhe tani kemi çuar njëri tjetrin atje tek Biruca ku ja kemi vendosur për tjetrin, para atë që nuk kishte pjesë e marrëveshjes. Avokat, tani edhe na det Koçiu, edhe na thot ne ajo për fe edhe për pronën. Avokat, po ju keni thënë çfarë po të bëm ky që të marrë dhe ky statistik bëj si bela edhe flasin pastaj. Avokat, po ju keni thënë vetë tani për të mos i fut gjithë në një test. Ç'lidhje ka ju më keni thënë që s'ka më Parti Socialiste, tani pse u rikthyet te Partia Komuniste? Fola për Partinë Komuniste. Ju thoni që s'ka më ashtu, ka rritje tani. Partia Komuniste është sot Partia Socialiste. A ka njerëz që janë të ndershëm, patjetër të shkëputen nga Partia Socialiste dhe mos votojnë Partia Socialiste, por nuk mund të vi dikush që është pjesë e Partisë Socialiste, që është Edi Rama, dhe ta bëj moral për ideologjinë që ai i beson, edhe na thot ne për fen edhe për pronën, kur ai vet partia e tij, që ai sot e trashëgon edhe është i krenuar, është si puna e reformës në drejtësi. Këtë po të shpjegoj. Kështu është edhe për Partinë Socialiste, Partinë Komuniste, edhe për reformën në drejtësi që ishte i kënaqur dhe tani thot, shiko, ishim Republikë Prokurorësh nga 2022 deri 2025, tani nga 2026 po bëjmë Republikë Parlamentare. Ke dy gjëra të ndryshme, po janë pothuajse të njëjtën kanë manualin. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Se mos mendojmë avokat që këtë lëvizje kjo mund të jetë diktuar nga ministri i ri që po vjen. Ndoshta ka thënë ai unë s'punoj dot me këtë drejtor policie. Po, shiko tani. Ministri i ri. Hipoteza jemi. Ministri i ri ka qenë zëvendës ministri i rendit publik. Po. Ai duhet ta kishte shfaqur më përpara, jo tani. S'kishte gjë dorë ai zëvendës ministër atëherë. Ministria e re ose ministre që erdhi në 11 maj normoi bashkë me zotin Prota heqjen e monotopatinave pa e normuar në ligj, pra pa bazë ligjore. Pra e kuptoni në cilën situatë jemi, një person që sot do të jetë zëvendës kryeministre ka normuar bashkë me një kryepolit që është sot i shkarkuar, i përdorur nga partia e tij, bravo i qoftë, se i përdor, derisa ka pranuar të përdoret shumë mirë, nuk është gjë e keqe. Dhe u shkarkua. Tani, të dyja këto fakte, ku të çojnë ty, të çojnë tek normimi i ligjit. Këta të dy kanë normuar ligj. Motopatinat nuk do ekzistojnë. Të nesmen zgjohem dhe zbatoj urdhër.
të palishëm dhe pa bazë ligjore. Ti ku shkon në gjykatë, thot gjykata, objektin e padis bazën ligjore, ose shkakun ligjor, se ta çon pak më thellë. Mirë, edhe ku shkon në gjykatë për një çështje tjetër, thot, ore baza ligjore, kush ligj ti mendon se ta ka dhënë këtë të drejtë? Ndërsa Koçiu edhe Prota u ulën bashkë, kokën me njëri tjetrin dhe thanë, nesër motopatinat ndalohen. Tani, kush e normoi ligjin? Nga normohet ligji? Kështu është edhe puna e atit. Nuk mund të flasësh ti për fen, kur ty partia jote që ti aktualisht e drejton, por edhe ke njerëz që e mbështesin dhe thënë që feja, edhe kur ishte koha e komunizmit e qepën gojën, edhe shkun edhe vravën edhe therën, qa lloj gjëje që bërë, namin bërë me xhamit dhe kishat, e të vish mua sot ti mua, të më thuash, shiko për paqen, për kundër dhunës, ke 21 janarin që bërë namin ata, gati duke vra polic, e harruam 21 janarin, them, Molotov thot, opozita e ka fajin. Prandaj them, duhet të shikojmë me objektivitet, jo subjektivitet, çfarë ka bërë njëri, çfarë ka bërë tjetri. Unë e shikoj nga ana objektive, që unë mendoj që Partia Socialiste, Partia e Punës, rikthehet tani dhe na kujton dhunën, kur në 2011, 21 janar, edhe më përpara, ka bërë protesta të dhunshme. Mirë kjo, po mos harroni një fakt tjetër. Partia Socialiste, në kohën kur që në opozit, kërkonte të vinte në pushtet dhe bënte grevurie. Tani, bërën kaq shumë grevë që të përfundonin në dyrët e gjykatave të tyre, se kjo është për me folë me veten. Dhe ky kryepolici që u shkarkua nga partia e tij, bërë kaq shumë detyra të mira që në fund fare duhet shkarkohej, se këtu lind pyetja. Dorëheqja e kryepolicit nuk nënkupton që aty kemi të bëjmë një problematik proteste. Nënkupton më thellë se aq. Ndryshimet në qeveri nuk nënkupton që ka bërë problem qeveria. Është më thellë se aq. Parlamentare, kryetari i një partie që ka qenë në vend stabiliteti, do thosha politik për shkak të situatave që janë krijuar, dhe vajte një kryepolic që të ushtronte dhunë të tillë, kur ndërkohë zoti Meta po u kthente nga Kosova në drejtim të Tiranës dhe ishte e mundur që ekzekutimi të bënte edhe te Selia ose te Spaku. Prandaj duhet të them që bota është me rrota dhe uroj që fati i zotit Prota të jetë një fat kaq shumë i tmerrshëm që ai mos ta shpëtoj, besoj, asnjëri që dikur kishte miq, po t'i kthejnë të gjithë kurrizin. Edhe jam i bindur që kjo gjë do t'i ndodhe. Avokat, tani ju thatë pak më larg që ndryshimet e qeveri janë më të thella se sa duken. Ashtu si në rastin e Protës. Tani ndalemi tek se ndryshimi i qeverisë e bebi ishte balluku. Rama tha që ishte e jashtëzakonshme tha Rama, por normalisht rreth ana tani puna është çan do thani me ballukun, por edhe me të tjerët. Zonja Balluku në mënyrë procedurale është spostuar. Edhe mos më bë këto gjëra. E larguar proceduralisht për të qëndruar aty. Kur e thua kështu, e jep kuptimin tek njerëzit të kuptojnë çfarë do ti të thuash. Se duhet të jetë e thënia në mënyrë analitike, që kur të flasim bashkë prapë këtu, ti themi e mbani mend fjalin që e përfunduam deri në fund dhe jo disa fjalit të tjera që i lejmë qëllimisht që ti plotësojmë në momentin e dur, sepse ne bëjmë pothuajse në vazhdimsi komunikim me njerëzit dhe jam i bindur që janë njerëz që na nderojnë, edhe na bëjnë like, na komentojnë, na shikojnë, edhe na ndjekin dhe është pra unë nuk është të flas këtu edhe harroj çfarë kam thënë para një kohe të caktuar. Jeni koherent. Unë kam thënë para një kohe që të vazhdoj koherencën e time dhe i them, e mbani mend ju që unë ju them që zonja Balluku me procedurë, jeni pikrisht e procedura. Pra, kemi të bëjmë me një spostim procedurial, jo largim, jo dorëheqje dhe jo shkarkim. Asnjëra nga të treja nuk ka ndodhur. Për spostim procedurial. Po ashtu, duhet keni
parasysh që mënyra se si sot ne bashkë flasim, pra në mënyrë procedurale zonja Balluku u spostua, por nga ana tjetër zonja Balluku u fuqizuar sepse në vendin e saj kanë shkuar njerëzit e saj të besuar. Pra, aty ku themi ne që kur ikën nga pushteti të kthehet pllaka, sot nuk e kemi tek zonja Balluku këtë gjë. As nga zoti Rama, po as nga kush? Nga vetë ajo me njerëzit e saj. Sepse të dy bashk, sepse quhen pal tani, më përpara ishte një pal, ishte kryeministri. Sot këta të dy quhen pal. Të dy palët janë në dakordsi me njëri tjetrin që ta çojnë betejën deri në fund. Pra, duhet keni parasysh diçka. Kur ti e çon betejën deri në fund, pranon edhe pasojat. E mbani mend atë fjalin që ju them vazhdimisht ndonjëherë, frenat shtypi ti, pasojat e di vet, gazin shtypi ti, pasojat e di vet, pra do të kesh pasojë. Kështu është edhe kjo marrëdhënia midis zotit Rama dhe zonjës Balluku. Por mos harroni një fakt shumë të rëndësishëm, që zoti Rama në momentin e parë e mbrojti proceduralisht sepse donte të bënte atë çfarë thamë përpara, filmin e radhës që unë nuk të lëshoj, po dua emra që t'i vendos në kabinet dhe e patë shumë mirë që ai bëri ndryshime në kabinet. Mirë. Pra, nga njëra anë bëra luftë që kjo nuk duhet të shkarkohet, nuk duhet të japi dorëheqjen dhe nuk duhet të largohet. Por në fund fare duhet të mbrojtur sepse ajo ka punuar, sepse kemi punuar bashkë. Pra, aty ku kishim përgjegjësinë individuale me thënjza 2022-2025, tani përgjegjësia konvertohet në kolektive. Sepse, do të them unë ty, ne jemi të martuar. Përgjegjësia është individuale apo kolektive kur jemi të martuar, për shembull, ti me gruan tënde? Individuale. Ha? Individuale. Po jo. Ka raste që është individuale, ka raste që është kolektive. Individuale, të cili mban përgjegjësi për veprimet e tij apo ka? Unë juridikisht them individuale, është le tani, po. Ti thotë pjesa morale.